mbrëmjen e së martës, lagja 4 Lullat në Prishtinë, saktësisht rruga Rustam Hyseni, u trëndit nga gjuajtja me armë zjarre. Sipas policisë së Kosovës, 2 personat e maskuar kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të 2 personave të tjerë. Fillimisht, banorët e kësaj lagjes kanë treguar për Gazetën Nacionale se njëri nga të plagosurit ishte në rrugë dhe i njëjti u dërguar në spital me anë të një taksit, pasi që kishte marrë ndihmë nga arma e zjarrit. Më pas, policia e Kosovës së bashku me ambulancën dolën në vendin e ngjarjes, ku morën personin e tjetër të plagosur. Personi i parë i cili ishte dërguar në QKK ka ndërruar jetë për shkak plagëve të marra. Policia në raportin 24 orësh ka bërë të ditur se personat të cilët kanë gjuajtur me armë zjarre janë në kërkim. Ngjarja raportohet të ndodhur në afërsitë e këtij lokalit këtu dhe ende nuk dihet se cila kishte qenë veprimtaria e tij.